Në një lundrim me jatë luksos përgjatë brigjeve të Vlorës, ishulli i Zvërnecit, një nga zonat më të paprekura të Mesdheut, tërhoqi vëmendjen e vajzës së presidentit Trump. Kjo vizitë u përmend si nisja e një projekti turistik luksoz në një zonë të mbrojtur, që sot ka ngjallur debate dhe kundërshtime nga qytetarë dhe ambientalistë. Investimi lidhet publikisht me Affinity Partners të Jared Kushner dhe investitor nga Katari, ndërsa leja e zhvillimit është dhënë për Zvërnec South Adriatic Development. Por një investigim i shteg tregon se pas kompanisë qëndron një rrjet i ndërlikuar kompanish në Holand dhe juridiksione offshore, duke e bërë të vështirë identifikimin e pronarëve real. Ekspertët e quajnë këtë strukturë matrioshka korporative, ku pronësia fshihet në disa shtresa kompanish. Drejtoresha e Open Data Albania, Aranita Brahaj, thotë se në projekte të tilla strategjike qeveria shqiptare duhet të kërkojë transparencë të plotë mbi pronësinë, pasi kompanitë guack mund të fshehin identitetin dhe interesat e investitorëve real. Qeveria shqiptare duhet ketë pak më shumë informacion se ai kufiri 25%. Ne kemi deklaruar që do të ishte nevojshme që në raste të tilla regjistri pronarit përfundimtar të kishte 100% zbardhjen e pronësisë. Edhe pronari që ka 1%, dhe pronari që ka 10%, dhe pronari që ka 5%. Jo vetëm pronarët me 25% e më shumë. Sepse këtu është risku që ne nuk e dim kush është prapa këtyre kompanive, nuk e dim nëse jemi në konflikt të hapur interesi, sepse për pas këtyre kompanive qëndron njerëz edhe vendimarrës në pushtet, pra vetë japi licenca, vetë janë përfitues, dhe nuk e dim nëse kemi të raste, domethënë të bizneseve të cilat kontrollohen nga grupe të cilat nuk janë grupe korekte dhe në lishmërinë e tyre kundrejt regjimit pasuror ose pasurisë që ato gjenerojnë.